Në fund të shkurtit 2025, një llogari në Telegram me emrin Homeland Justice u kontaktua nga një blerës i interesuar për të dhëna të vjedhura, i cili në fakt ishte një agent i FBI-s në mision të fshetë. Gjatë komunikimit, administratori pretendoi se dispononte databaza me të dhëna sensitive nga sisteme shqiptare si e-Albania dhe regjistrat e identitetit, duke i ofruar përshitje kundrejt kriptomonedave. Sipas një padije të depozituar më 4 mars 2025 në një gjykatë federale në Maryland, hakerët i shiten agentit një databazë që përmbante numra personal, emra, data lindjeje dhe adresa të qytetarëve shqiptar. Dokumenti thekson se këto të dhëna mund të përdoren për vjedhje identiteti dhe forma të tjera abuzimi. Grupi Homeland Justice është lidhur nga autoritetet amerikane dhe Microsoft me aktor kibernetik me origjinë iraniane dhe njihet për sulmet ndaj infrastrukturës digjitale shqiptare në vitin 2022. Megjithatë, disa ekspertë shqiptar shprehen skeptik për këtë lidhje, duke argumentuar se nuk ka prova të qarta për përfshirje iraniane apo lidhje me grupe të tjera si Handala Hack. Ekspertët paralajmërojnë se rrjedhja e të dhënave përbën rrezik afatgjat, pasi ato mund të përdoren vazhdimisht për mashtrime, shantazh apo hapje llogarish të rreme. Ata theksojnë se institucionet duhet të kalojnë ka reagimi pas sulmit në masa parandaluese, si monitorimi vazhdueshëm dhe forcimi i sigurisë. Pavarësisht debatit mbi origjinën e sulmeve, mbetet shqetësuese fakti që dëmi i shkaktuar nuk është vlerësuar plotësisht dhe të dhënat vazhdojnë të qarkullojnë.